mbrëmje ku eleganca u përzie me dashurinë dhe buzëqeshjet flisnin më shumë se fjalët. Angjelusha kishte një arsye shumë të veçantë për të festuar. Nuk ishte thjesht një darkë. Ishte ditëlindja e njeriu të zemrës së saj. Angjelusha dhe bashkëshorti i saj, Mergimi, u panë më të afërt se kur gjatë festimit të ditëlindjes së tij. Në një ambient intim dhe elegant, çifti shkëlqente jo vetëm nga pamja, por nga ndjenja e sinqertë që reflektohej mes tyre. Çdo detaj i mbrëmjes duke i menduar me kujdes, ndërsa momenti më i bukur erdhi kur Angjelusha vendosi t'i shprehë publikisht dashurinë dhe mirënjohjen e saj. Me fjalë të thjeshta, por të mbushura me ndjenjë, ajo i dërgoi Mergimit një urim që preku zemrat e të gjithëve. Gëzuar ditëlindjen zemra ime. Uroj që çdo dëshirë e jotja të bëhet realitet. Faleminderit që je gjithmonë pranë meje me zemër të madhe. Ky mesazh i ngrohtë u prit me reagime të shumta pozitive, duke treguar edhe një herë se Angjelusha dhe Mergimi janë një çift që frymëzon. Një dashuri e qetë, e fortë dhe e sinqertë, ajo që nuk ka nevojë për shumë fjalë për t'u ndjerë. Dhe në një botë ku gjithçka ndryshon shpejt, historia e tyre na kujton se mbështetja, respekti dhe zemra e madhe janë dhuratat më të bukura që mund t'i bësh njeriu çdo.